Një trup qiellor i cili lëviz në rripin kryesor të asteroidëve mes Marsit dhe Jupiterit, tashmë është pjesë e një historie që lidhet me Kosovën. Është emri i drejtuesit të klubit të astronomisë së Kosovës dhe observatorit të Prishtinës, Suela Ahmeti. Ky emër nderon punën e një ekipi që ringjalli astronominë në Kosovë. Në pafundësinë e universit, tashmë është edhe një emër shqiptar që përfaqëson Kosovën. E pikërisht me këtë emër do të flasim sot, pra do të zhvillojmë bisedë me Suel Ahmetin, emri i të cilit është në hapësirë. Pra është i dokumentuar jo vetëm në dokumente shkencore, por valvon, nëse mund ta themi, edhe në hapësirën e miliona, miliarda asteroidëve, apo gavohem? Me pas një emërtim një objekti qiellor, po në emrin tënë është një vlerë shumë i madh, jo vetëm për mua, po kjo është një motivim për gjithë të rinjtë dhe të reja të Kosovës që mirën me shkencë edhe me astronomi, se kjo jo rastësisht ju japet njerëzve, pra nuk mundën njerëz të veç me marrë dhe me emërtu një objekt qiellor, po është institucioni vetëm kredibil pra që i bën këto gjana është International Astronomical Union, ku i vlerëson individet që ka bërë një sukses me një fushë saktume, edhe është një ndjenjë shumë e veçantë pra kur e ka marrë lajmin nga një astronom francez. Edhe në këtë vend dhe në këtë realitet, ku shkenca shpesh mbetet në hije, ky vlerësim ndërkombëtar është dëshmi se përkushtimi i sinqert nuk kalon pa u vënë re. Suela Ahmeti është një histori që tregon se edhe nga këto mund të prekësh universin. Është duke si korona jam në sistemin diellor, pra gjithmonë e kam ndruar që një i ri nga Kosova, pra me udhëtu në hapësirë, ose me shku pse jo dhe të hanë Mars, që ndoshta të ndodha jo në një tarë të afërt. Po Sueli nga toka, mund ta sheh Suelin në qiell? Me teleskop profesional mundën mu po, ka qenë një astronom francez Alain Mary që e ka zbuluar këtë asteroid, edhe tash ky kolegu i vet ku ka në Kosovë, në fund prezantimit tina, e ka treguar që tash në sistemin diellor ka bashkë një anë, ka qenë pabesueshme. Ishte befasi për ty, ishte një moment... Shumë befasi se nuk e kam ditë, edhe ka qenë atë një audiencë që gjatë madhe, ambasadori francez e gjithë, edhe kur e ku marrë vesh, në tonë drejtën, tek mas një kohë më ka marrë kohë pra me... Je përmendur nëse është e mundur, është e mundur, ose jo, ka marrë shumë kohë me procesu që është tu ndodhë me të vërtet apo jo. Ky asteroid nuk e përfaqëson vetëm një emër, ai përfaqëson Kosovën, përfaqëson të rinjët e këtij vendi që duan të jenë pjesë e shkencës botërore, thot Suel Ahmeti. Pra na nuk kemi bë aktivitete veç në Kosovë, kemi bë edhe vendet rajonit, kemi jep kontribute ndërkombëtar. Ne kemi organizuar shumë ngjarje të ndryshme të astronomisë. Në vitin 2014 klubi i astronomisë ka qenë klubi i parë popularizues në Kosovë, që na ja kemi filluar edhe kemi do pasionin tonë me publikun, edhe deri ka ardhur te ky momenti i rifunksionalizimit të observatorit të Prishtinës 2022-ën, pra ka qenë një punë shumë vjeçare, me thonë 13 vjet që kemi popularizuar astronominë, kemi rrit vetësimin shkencor, kemi shku në për shkolla dhe për komuna ndryshme, kemi organizuar ngjarje, fenomene të ralla astronomike, për shembull ka pas njerëz për herë të parë me përjetu, pra me shiku në teleskop, kemi pranuar donacione të ndryshme, por kjo është si pasojë ose si rezultati punës tonë shumë vjeçare në zhvillimin e shkencës. Kemi organizuar dhe kampe ndërkombëtare të astronomisë. Për shembull vitin e kaluar kemi organizuar kampe që kemi pru gjitha shtetet e Ballkanit perëndimor në Kosovë. Kemi dashur me ty ato barriera ndëretnike që kemi përdorur fuqinë e astronomisë për një bashku të rinj dhe të reja. Kemi marrë pjesë në shumë konventa, konferenca, po tash edhe shumë të rinj dhe të reja që përfaqësojnë Kosovën jashtë vendit në astronomi. Edhe për këtë arsye Unioni e Astronomëve Ndërkombëtare ka pasur të arsyeshëm me martu një emër që normal që dikush do të më udhëheqë të gjitha këto aktivitete. Fatkeqësisht nuk mundem ju i emërtu shtete të emra, nuk mundem për shembull njerëz që nuk janë në mesin tonë ose politikanë,
ose këta celebrities, VIP, nuk ju japet tyne, ju japet vetëm njerëzve që kanë jepë me të vërtet një kontribut në shkencës e në zhvillimin pro astronomisë e tjere. Edhe për këtë arsyet kanë amërtu për shkak që unë kam qenë udhëheqës si klubit astronomisë, edhe ka ndoshi pra me vlerësu punën që ka përndodhë pra në Kosovë. Pra emri i një shqiptari nga Kosova nuk do të shlyhet kur në librat e organizatës më të madhe të astronomëve ndërkombëtar. Për gjithmonë do të jetë atë, që që në trimve dhe trejave ju thëmë së dërzani, ndjekeni pasionin e juj, po shpresojmë që me një tame do të ketë edhe shumë të tjerë cilët do të bashkangjiten këti rrugtimi, cilët do të shkojnë hapësirë ose në hënë edhe do të na vëj krenar. Emërtimi i asteroidit është bërë nga astronauti francez Alain Mori, ndërsa sipas Suel Ahmetit kjo histori nuk është vetëm një emër i përveçëm në hapësirë, por është histori e një ekipi që fal pasionit dhe punës vullnetare, arriti të rikthejë në jetë observatorin dhe të ringjallë interesin për astronomi në Republikën e Kosovës.